Ligji i ri për arsimin e lartë është bërë pikë përplasje mes pushtetit dhe botës akademike, të cilët mendojnë se kjo zgjidhje ligjore do ta cënojë autonominë e universiteteve. Kryeministri Hristian Mickoski me kritika ndaj tyre thotë se nuk duan të punojnë dhe friksohen nga kriteret e reja për zgjedhje në thirrje akademike. Sito nije politički špekulanti koji što javno kažuva дека se protiv законот наводно на тој начин се нарушувала автономијата, импровизираат и манипулираат. Тие сакаат да работат еден ден во неделата, сакаат плата 120-150 илјади денара, а не сакаат еден труд да напишат годишно, што им е работа. Ministri i Arsimit Vesna Janevska thotë se më parë janë pranuar disa sugjerime, veçanërisht nga fakultetet e artit. Да, стигна одредени сугестии од уметничките факултети. Јас и тимот имавме средба со деканите на трите уметнички факултети на Кирил и Методи. Се договоривме за една измена која сметав дека не само јас и целиот тим сметавме дека е оправдана и нивното барање беше оправдано и таа е вметната. После настанот вчера во владата, каде што имавме средба со 7 ректори и присутни бројни професори од сите универзитети во земјата, законот е веќе затворен и ќе оди во владина процедура. Por profesori Bashkim Ziberi në emisionin Klik Plus në televizion 21 tha se vërejtjet e universiteteve nuk janë marrë parasysh, ndërsa çështja e autonomisë lidhet në fakt me buxhetin universitar. Është se një pjesë e këtyre vërejtjeve, duke filluar nga autonomia, po autonomia për mua është problem pak më i vogël, sepse autonomia preket vetëm në atë pjesën financiare dhe ma merr mendja në versionit e fundit tani kjo pjesë edhe mund të eliminohet që Ministria e Financave mos ketë të ndikim të drejt për drejt në buxhetin vetanak të universiteteve. Dje në qeveri u mbajt një takim koordinues për ligjin e ri për arsimin e lartë, ku morën pjesë edhe rektorët e universiteteve, të cilët dhanë mbështetje për zgjidhjen e re ligjore.